Vendosi rastësisht një lëvore bananeje në frigorifer, gruaja ndan me të gjithë ndjekësit mrekullin që i ndodhi. Zgjidhi një problem që shqetësonte gjatë gjithë jetës. Për shumë njerëz dhimbjet e kokës janë një vështirësi me të cilën përballen çdo ditë. Edhe pse ka shumë ilaçe për këtë dhimbje, ekziston një thjesht të cilën me siguri duhet ta keni në shtëpi. E vetmja gjë që ju nevojitet është një banane dhe ne po ndajmë përvojën e një gruaje të dëshpëruar. Ndjeva një dhimbje koke të fortë që më zgjoi për ndonjë arsye dhe nuk doja të helmohesha me ilaçe që nuk më ndihmojnë dhe vetëm irritojnë stomakun tim. Më kujtoi këshilla që komshia ime më dha një ditë më parë të provoja një truk të thjesht bananeje. Unë hëngra të gjithë bananen dhe nuk e hodha lëvoren, por e lash në frigorifer të ftohet. Pas rreth 15 minutash nxora lëvoren, u shtriva në krevat, u vendosa rahat në një jastëk dhe vendosa lëvoren në ball. Korja e saj më ftohu ballin. Ndjeva ndjesën time të shtuar dhe pulsimi u ngadalsua. Kjo procedurë më relaksoi aq shumë sa koka ndaloi të më dhemb dhe më në fund më zuri gjumi. Doja ta ndaja këtë përvojë me ju, kështu që mbase do të ndihmojmë dikë tjetër me këtë problem, tha ajo.